Nuk është se e ka bërë PS-ja vetë, për t'i dhënë Çezarit atë që i takon Çezarit. E keni gabim. Edvira. Se nuk kena bërë ndryshime në kodin zgjedhor asnjë. Keni bërë ndryshime në kodin zgjedhor, zoti Mzeu, keni bërë, i kemi kundërshtuar. Keni bërë grabim, ju kemi thënë që me këto ndryshime që po bëni do të merrni këtë rezultat e morët. Ndryshimet kanë qenë të... Ishte një ndryshim i kërkuar nga Partia Demokratike, rimbyllja e listave. Së korporatave, nuk besoj që ka qenë tani. Jo, ishte tani në korrik të vitit 2024, një ndryshim i kërkuar nga Partia Demokratike, e cila rimbylli listat, duke i hequr vetes votat. Se një parti që është në opozit, jo, ishte me një preferencial, gjykata kushtetuese e nxorit jo kushtetues, ishte momenti për t'i hapur listat në mënyrë që një parti e cila nuk ka pushtet, pretendohet që nuk ka para sepse ka 12 vjet që s'është në pushtet, pretendohet që ka gjithë presionet që i jep partia në pushtet, ka sa më shumë nevojë për vota. Pra partitë opozitare kanë shumë nevojë për vota, kanë një sistem, kanë nevojë për një sistem i cili u hap derën sa më shumë vota, duke mbyllur sistemin për të garantuar një sër vendesh të besnikëve apo nuk e di pse me çfarë strategji e bëhet, ti e mbyll sistemin dhe merr më pak vota. Dhe ne e pam që në ato pika ku patë realisht njerëz, edhe në ato pak hapësirë që u la për listat e hapura, ata njerëz i sollën vota partisë sa për 3 mandate. Mendoni po të ishin gjithë me listat hapura se çfarë do ndodhte, ose me një sistem tjetër që mbledh vota dhe nuk largon vota, sepse ne e dim shumë mirë që një sistem me listat mbyllura punon vetëm ai që është i fundit dhe i parafundit, se gjithë të tjerë do kanë sigurt. Pra ne e dim 90% të parlamentit se si do jetë pas të bëhen zgjedhjet. Kjo gjë nuk e frymëzon as qytetarin që të shkojë të votojë, sepse ai e di që Xhelali Bruna do jenë në parlament, edhe nëse janë mbështetësit tuaj, thonë mos kaq se ata të mbështetur janë. Edhe nëse janë mbështetësit e mi. Të mos e mbarsim opinionin publik me një fjalë në cilën nuk është reale. Atëherë unë unë jam ekspert e kodit zgjedhor, kam qenë 2008. Edhe unë jam ekspert sepse merrem me ligjin zgjedhor, jam marrë pakën që në 2007 që kam qenë kryetar bashkie dhe deri më sot. Së dyti, ju duhet ta dini, Partia Demokratike pika numër 1 ka patur rikthimin e koalicioneve, që partitë e vogla që sot kanë marrë shumë vota, po të konvertuar në pak deputet, kemi kërkuar që të jenë në një koalicion dhe normalisht kur jenë në një koalicion, asnjë vot nuk shkon kundra. Kush ka qenë angazhuar për ta bërë këtë? Kjo mazhëron sepse ajo gjitha partitë që ishin në pushtet, ose i ka dërguar këtë Akademia e Shkencave, ose i ka bërë biznesmen dhe nuk ka asnjë parti. Ndërkohë partitë e djatha janë coptuara dhe ne kemi kërkuar pika numër 1 që të vendoset koalicioni parazgjedhor, siç do të jetë dhe pika e parë e qeverisë teknike që ne do të realizojmë. Së dyti, kemi kërkuar që ulet minimumi i personave të cilët përfitojnë nga lista e mbyllur. Dhe normalisht shiko tash që ta bëjmë edhe për mua unë e kam provuar, shiko. Ju i pari jeni që po të vër partia në vend fundit nuk merr me gjithë se keni vota. Po më gjeni mua në cilin vend është po themi lista e mbyllur. Nuk është në Kosovë është lista 100% e hapur. Po, e ke listën e hapur. Po ndërkohë ke edhe koalicionet paraprake, ke edhe të gjitha llojt oportuniteteve që të ofrohet. Sidoqoftë, edhe listat e hapurave ka qenë pika numër 2 e Partisë Demokratike për të patur, po tash unë kam qenë komision zgjedhor, e kam thënë që kjo është një gjë e cila nuk i shërben as opozitës as partive të vogla, i shërben vetëm partisë pushtet, sepse partia pushtet ka nuk besoj se ka një parti opozitare që kërkon thjesht për qenë parlament. Mu s'më intereson fare që t'jemi deputet, po themi opozite. Mu më